Manipulimi dhe ndërhyrja e huaj në informacion ndryshon edhe mënyrën e të bërit diplomaci. Diplomatët e ditëve të sotme duhet të merren edhe me menaxhimin e informacionit, edhe me luftimin e dezinformimit, edhe me ruajtjen e besimit nga publiku. Përmes veprimeve të saj, Rusia ka demonstruar se këto konflikte zhvillohen përtej fushbetejave, duke uzurpuar hapësirën digjitale dhe duke prodhuar forma të reja të kërcënimeve hibride. Fushatat e koordinuara të dezinformimit, propagandës dhe manipulimit të informacionit e bëjnë më të vështirë punën tuaj si ambasador. Si diplomat, shpesh gjendeni në vijën e parë të ballafaqimit me narrativat e rreme dhe në përpjekje për të promovuar të vërtetën në një mjedis digital gjithnjë e më të kontestuar. Manipulimi dhe ndërhyrja e huaj në informacion ndryshon edhe mënyrën e të bërit diplomaci. Diplomatët e ditëve të sotme duhet të merren edhe me menaxhimin e informacionit, edhe me luftimin e dezinformimit, edhe me ruajtjen e besimit nga publiku. Është tejet e rëndësishme që të identifikoni dhe të kundërshtoni narrativat e rreme. Kjo mund të bëhet më së miri duke ofruar informacion të mbështetur në fakte për arritjet tona dhe duke u angazhuar me aktorë të ndryshëm jo shtetëror edhe në platformat digjitale në kohë reale. Zhvillimet gjeopolitike të kohës sonë, përfshi ndikimin e Rusisë në Ballkanin Perëndimor, kanë rritur ndjeshmërinë e sigurisë në rajon. Zgjerimi i kapaciteteve ushtarake të Serbisë nuk është thjesht përpjekje për të modernizuar ushtrinë e saj, por një strategji më e gjerë politike dhe diplomatike, e cila lidhet drejt për drejt me synimet e saj hegemoniste karshi rajonit tonë, e veçanëri Kosovës. Retorika e vazhdueshme e liderëve të saj dëshmojnë vijimsinë e pretendimeve ekspansioniste të Serbisë në rajon, shoqëruar me thirrje për fuqizimin e mëtejmë të kapaciteteve ushtarake për arritjen e këtij qëllimi. Në kontekstin aktual, global e rajonal, Kosova ka zgjedhur të përqendrojë gjithë angazhimin e saj në forcimin e institucioneve demokratike, rritjen e kapaciteteve të sigurisë, si dhe thellimin e partneriteteve ndërkombëtare. Për Kosovën, kjo nënkupton vazhdimsinë e partneritetit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleat të tjerë të cilët ndajnë të njëjtat vlerat dhe që mbeten të përkushtuar për të ruajtur një rend ndërkombëtar të bazuar në rregulla. Partneriteti i Kosovës me NATO-n, si dhe angazhimi përmes programeve të ndryshme të bashkëpunimit me aleancën, janë shtylla kryesore drejt konsolidimit të kapaciteteve të sigurisë, ndërkaq prania dhe roli i NATO-s në Kosovë dhe rajon mbeten faktor kyç për ruajtjen dhe garantimin e stabilitetit rajonal.